till the day that I die. Ka pak që jam zgjuar. Kam bërë Biancës ushqim, sistemova në qik me veten, u vesha, lava qik fytyrën, vuna 1-2 ngjyra në fytyrë. Bërëm qik flokë të drejta me atë të Revlonit, vetëm sa mos ishin kështu si bubuzhel. Sot është e premte, neve jemi pushim, jupi. Edhe sot është dita e pastrimeve. Për mua Pashka është njësoj si vit i ri, do merret dhe do pastrohet çdo gjë. Dhe këtë do ta bëj sot edhe nesër maksimumi, po sidomos sot. Më sakt kam filluar edhe gjatë javës, kështu që nuk është se kam shumë. Mirë, po kuzhinën për shembull dua ta risistemoj nga e para, që të heq ca gjëra të tepërta. Dhomën e Biancës gjithashtu kam të ruajtur këtu si mal, disa gjëra që unë bleva nga IKEA. Ndërkohë kam përdorur këto për të bërë bukën, 2 si puna e këtyre. Janë të thjeshta, janë okay. Ideja është që Bianca po më kërkon bukë me gjalp, bukë me djathtë, kështu budalliqesh në mëngjes, gjë që unë jam shumë happy. Edhe neve nuk para blejmë bukë dhe nuk para kemi bukë në shtëpi. Weird, Edhe nga që nuk para blejmë bukë, atëherë mendova që të bëj unë nga një të vockël kështu çdo 3-4 ditë apo diçka e tillë. Kështu që bleva si këto si fillim. Se nga që i kam përdorur i kam larë, edhe këto tasat e vegjël. Janë 3 tasa, më bënin më pak se 1 pound, këto e mbaj mend. Ideja e këtyre, unë për shembull i përdor kur bëj Marios, përgjithsisht bëj sallata të ndryshme, me thjerza, me fasule, me gjëra të tilla që i bën kështu mix, me quinoa, me bulgur, me gjëra, whatever, çfarë lloj sallate, po janë nga këto sallata që janë një vakt i plot. Edhe lëngun, apo lëngun e sallatës, le të themi, po ideja është që vaj ulliri, limon, krip, këtë salad dressing, këtë veshjen e sallatës. Unë them ato i lëngun që ja hedhim sipër, tani hajde merre vesh se si ta quani, salad dressing është në anglisht. Salcat e sallatës, le të themi. Okej. Unë e hedh këtu, edhe këtë e ka si tip silikoni këtë lart. Dhe është fix për këtë gjë, që e hedh tu dhe pastaj e vë tek kutia e vet e madhe, tasi vet i madh, le të themi. Edhe ishin 3 copa si këto, nëse nuk gaboj të 80 ca cent, kam marrë këto 2 spatulat për tort. Ti që tani unë se do t'i laj edhe t'i vë në përvënda. Kjo është spatula, po besoj se kap dhe gjithë tortën, nuk e di. Dhe kjo është spatula tjetër. Unë kam blerë jashtë nëse shumë gjërë dhe nuk ju kam treguar asgjë kohëve të fundit. Dhe nuk e kuptoj pse. Në fakt nga që unë hap kamerën tani vetëm të shtunën në mëngjes, edhe i bie që çfarë do t'ju tregoj unë ato që bleva gjatë javës, kështu që kam marrë edhe këtë për të pastruar shishet. Evan edhe Bianca më pak, po Evani është në atë fazën që tani e çdo gjë do me shishe, edhe e merr dhe e kthen kështu, mundësisht ta derdhi. Kështu që po i dash ujë në gotë, do i pi sa të kënaqet, pastaj pjesën tjetër do e kënaqi tokën derisa ai të kënaqet prapë. Kështu që mora këtë për të pastruar shishet, po edhe termosin e Mario, sepse përgjithsisht ai pi kafe jashtë shtëpie. Ishin në ofertë, edhe ishin mendoj që ishin 1 pound, nuk mbaj mend. Tani unë kam nga ato që janë si ice lolly, që e nxjerr kështu si kasat pa kështu. Mirë, po këtë doja t'ja bëja kështu, që të kenë të 2 llojet. Si ja bëj unë këto thjesht smoothie në blender dhe pastaj e kaloj direkt në ngrirje edhe kaq, basically. Tani kjo më është futur kot mua këtu, kjo kupa akullore, sepse unë kam porositur edhe një tjetër që pres të vinë, nga ato që ja bëjnë kështu gësh. S'tja them nga ato që e lëshon, do ja u tregoj kur të vi. Mirë, po kjo bëri duket e 5 pound më duket, edhe ta kthesh kush rri atje në radh, e nuk ja vlen më në gjithë ajo. Edhe besoj se ajo që kam porositur, besoj se është goxha e madhe, kështu që kjo është disi më e vogël për Evanin edhe kalamajt në moshën e Evanit. Se Evanit i vë shumë pak. Se për lyet i gjithi. Këtë cheese grater,
që është e mora më shumë për kur do bëj lemon zest, kur dua lëkurën e portokallit apo lëkurën e limonit, apo kur dua djath të parmigiano për shembull që ja vë çik si për risottos ose makaronave. Edhe mendoj që kjo ishte e mirë. Dhe që nga dhe e lezetshme se pas ka dhe këtë mbrojtësen. Kështu. Edhe goxha e mpret. Dan edhe kjo. Kjo quhet ndryshe Lazy Susan. Dhe këtë e mora për tortën, po jo vetëm për tortën, sepse duket se 10 pound kjo. Ideja është që unë da përdor për tortën këtë, rrotullohet. Da përdor për tortën, mirë po nëse merrja një nga ato me stand, që janë kështu të larta, të bukura etj. Ideja është që unë ato do kisha vetëm për tortën. Edhe nëse këtu mua më duhet, për shembull, unë ta përdor si serving board për djathra, për sallamra, për ku digjon. Edhe ideja ishte që, kjo është. Tani edhe kjo do lahet. Mora këto që janë trej. Këto janë për enët që ti lanë dhe i lë të kullojnë këtu. Ajo që kam është si flosur në ca vende, edhe ata e kam bler pothuajse para pashkëve. Jo pothuajse, po para pashkëve, sepse mbaj mend që me 1 prill erdhi kushërira Marios, edhe unë do ta kisha çdo gjë të saktë në shtëpinë para se të vinte ajo. Kështu që e ka bërë një vit ajo që kam, kështu që mora 2 kësaj radhe. Mora 2, sepse thash kur kam shumë, përgjithsisht kur kam njerëz shumë, atëherë mund t'i vë në 2 kështu, që të thahen shpejt e shpejt, ose më saktë të kullojnë pjesën më të madhe të ujit, edhe pastaj t'i vë në përvende. Ku je, mama? E zemra, po i të mama bite? Qa ka këtu që të shkatrosh ti? E sa ty e vani? A sa ty e vanusi? Ta puq pak mami faqen? Puq. O mami. Unë s'ka vjetë vare. O të moj lutje babit. Saj myla leti, po se moj lutje. Në qofë se keni një fëmijë dhe mendoni ata bëjmë dhe fëmijën e dytë bëheni. O të moj lulu. Edhe në qofë se keni mundësi të bëni dhe të tretën. Ka që është 5 minuta, se pas dhe kanë zinë jetën gjithë ditën. Shikoj mu. Shife, vera, shife. Erdhëm të Tesco, kishim shumë kohë pa ardhur, na erdhi kafja neve. Edhe pas ka porositur Mario scones me fruta, Mario si pëlqejnë, edhe mua pëlqejnë me të drejtën. Ndërkohë presim fish and chips të Biancës. The right way to eat the scone is cream first and jam on top. Really? Për mua po. Is that a big robot? Can we beat him? Let's leave our boats here. I found your boat. Je cherche un homme, Carole, un Jacques, autant. Pse na zhgarravisin fëmijët mua? Ja, se i mëson Mario. Hajde këtu. Oh no, and for you. Mos më thoni gjë për rëmujën, e dim që është rëmuj, mirë po we are doing everything possible. Kështu që thjesht këtu është një panxhar, një sallatë me panxhar. Let me do you Po mustache. gri hudhrat.
Po mami pse ka zënë? Po shkojmë të shpojmë peshët Biancës. Hey, sunshine. What did you do today? I'm so proud of you. I'm very, very proud of you. And she got candies. Yeah, that's fine. So now you're gonna have some sandwiches and everything. Yes, my sunshine. And I choose this. Great. It's joining me. Yay, I love you, Mama Lupi. Edhe ne po pim një kafe tani. Edhe Mario Pisagnosi na mori ëmbëlsira. Më gëzu pas që. Hey, my sunshine. Hello, drita mami. Të doni, problem to? I did it! Ju më le koko si babi. I know that you're proud of me. I was very, very excited, but a little scared. You look so cool, Mole. I think you were scared from Teddy, no? Yeah, I was scared when... Evan is empty, mommy. Doesn't have anything there. Can we give some bears to Evan? Put some bears here, please. Evan? Evan I ndjek pllumat. Ding-a-ling-a-da! Ha, ma Mario, dingelingeling, dingelingelag. Hi, Evan. Wait, don't be scared. E di sa me nerva është. Ja, një plum ja e shtrut këtit. Në të njëjtën kohë, mirë që po bëj këto, po shtroj dhe tavolinën, po bëj dhe portokalopitën të cilën ju do ta shikoni në recetë më vete. Edhe po shtrojmë tavolinën. Po është sallata me panxhar, që bëra të spar, thjesht panxhar I zier I bërë në kube, hudhër, limon, vaj ulliri, kaq, është fantastik. Këtu kam përzier një kos, një 2 lugë gjelle majonez, vaj ulliri, krip, piper, nuk dua t'i bëj rigon se nuk e di do e han fëmijët. Ufull molle, jo, I hodha limon, kështu që nuk I hodha ufull molle. Dhe tani e përziejm tek patatet e sapo ziera. Dhe unë kam shumë gjëra në përduar. Edhe yes, këtë do t'i ham sot. O vera, sa orë kemi jemi kam? Që ditën? Është ora 8:10, di ajo? E di. Tani po bëjmë dhe saflase, se kemi... Shish kebab. Shish kebab, I thot Vera. Shish kebab. Vera këte nga Tirana e thot shish kebab. Oh, ja. Kështu është kur vjen influenca e keqe. Edhe bën tani... Unë jam lodh pra ne jam ullë për vete, se kam gjithë ditën e ditës kështu. Chicken. Kështu dhe... Dhe mi zhviq. Një ditë super e gjatë, jam super e lodhur, është ora diku tek 9:30. Edhe vum dhe bigun qik për parë se është e shtunë. Mirë po, besoj se kam vënë ca gjëra në përvi për nesër. Edhe shtëpia është e pastruar e tjerë, do qik sistemi im, për shembull, këto enët të shkojnë në vend, po unë nuk kam plan të merrem sot me këto. Është që kam bërë gati këto egg hunt, nëse mbani mend vjet, nëse më keni ndjekur, e kam bërë dhe si vjet. Normal, kam vënë dhe këto prej druri, I kam bërë gati, nesër në mëngjes, ose Mario ose unë, kush të zgjohet I pari. Këto do t'i vëmë në abor dhe t'i ndjeki Evan me Biancën, ndërsa normalisht to që janë të shkruara, I kam më shumë Bianca dhe I kam vendosur tek kpucët, tek vendi që lan rrobat, tek krevati, kudo që të tregon, domethënë se çfarë do. Edhe nuk e di, jam shumë excited edhe gëzuar Pashkën të gjithë besimtarve. Tani 7:13, unë jam zgjuar që në orë 6 ca, të tjerët po vazhdojnë gjumin. Kam bërë një dush për veten time, për trupin tim personal, jam kënaqur pas një zhurmë në përkëmb. Edhe yes, kam bërë një dush, tani sistemova ndrova në çik shtresat e divanit tek dhomandënjes. Tani do sistemoj këto enët që kemi larë dje. Edhe kam vënë spinaqin në ujë që ta pastroj, sepse do bëjmë pispili. Sot është Pashka, unë kam bërë disa gjëra, jo ëmbëlsirën, shish kebabët që ju tregoj Mario mbrëm, I kam bërë që sot, që Mario t'i bërë në zgar, ishte dëshira ti të bëj zgar sot. Edhe unë po përfitoj, sa është akoma herë dhe nuk është zgjuar njëri të sistemoj ca gjëra.
Good morning, my sunshine. Of course, you are a nice bunny with hot pajamas. Hajde, shpirt. Oh, it's a beautiful chick. Mario, are you coming, sweetie? Mi më ndjesi gëzua paskën. Oh! What is going on? Oh, read it. Easter Bunny left this over here? You will have to follow the rules. Find the next way. Keep your shoes. What? What is saying? And the wrong way. The chick one. Take the chick one. Yes. Let's go. Oh, keep going, says there. Here. Then look. Her clothes go to get clean. Where your clothes get to get clean? In the laundry basket. Where is the laundry basket, my mom? That's quite big. Yeah, I need to fit it in here. Whoa, it's so cool. And what's this? What next says there? The Easter Bunny goes hop, hop, hop. Find the next clue where you hang a top. Why you hang it up? What you hang it up? Did you find it? What it says, What did Bobby? it say, Mom? You have to read it. This next clue is closer. Then you think, where do you go to get a cold drink? Where do you get a cold drink? Ooh, I'll show you. Come on. Here. Well, open it, Mom. Open it, please. What silly bunny is doing, Molly? She put over there. What it says here, Bobby? You're doing Pick it up, Mommy. Pick it up. Excellent. Excellent. Huh? The next clue is hidden in your bag. What? Wow. This Kijk niet cannot basta fit, du. I guess. Look at where your food goes to freeze. Where the food Where goes is to it? freeze? Oh, you know. Nope. Freezer, Mom. In the freezer. Yeah, the freezer. The freezer Where is we down keep the there. ice cream, my mama. Down there. Yeah, where we keep the ice cream. Done. Happy Easter. Well, hey, you found all the clues? Easter. Bobby, how are you gonna freeze? Close it. Thing. And what is the yellow thing next to the table, Mommy? A banana. No. You just touched it. Essa não podia dar. What? Je preciso comer escreve. I cannot believe I found it. Hey, Molly, Bobby, you found it? We found Was it your it! favorite? Yeah. I just love it very much. Well done, Bobby. You're more than welcome. Well done, Evan. I'm so special today. You are, Molly, jogo jetës. Miell bardh edhe krip. Kos. So much fun. Really cool, no? Yeah. I love. Tani e bëm dhe pashkën gati, po presim dhe pjesën e fundit të mishit nga Mario ca pula e tjerë, sallat normale, sallat me patate, ca perime, kjo pispilie që ka del fantastike, vezët këtu, edhe, yes, tash do vëm dhe gotat, dhe fikët, edhe kështu, u lodhëm, ne po, të knaqin njerëzit, edhe kaq. Kam kapur flokët. Super e lodhur, edhe erdhi darka, kam vënë një film që në fakt s'po e shikoj fare. Edhe kaq. Shtëpia është lëmsh, është e pastër, por është lëmsh. Për shembull, enët janë të lara, po janë
të gjitha atje, ndërkohë që mund t'i kisha vënë në vend për shembull. Edhe se besoj se do e bëj tani, se jam kështu si e kuputur, nuk rri dot në këmbë. Dje jam lodhur shumë, po edhe sot ka qenë goxha ditë impenjative. Edhe kështu nesër kemi prap plane tjera, gjëra të tjera. Edhe jupi, japi. 100 gjëra për të bërë. Eva? Hi, Devan. Do it. Bravo. Okay. Look at mommy now. Shake Ladies mommy. and gentlemen, to my very... Mari po kë kemi ne? I did it! Bravo shpirti mami. Evan. Okay. Nga mode. Sa detyre? Advertise. Gjove? Besoj nëse është shpërimi. Bravo. That was the best. Can you do 10 more like that? Excellent. Sa kënaqësi ndjen njeriu kur e shikon bukën kështu, se reflekton ti drita dhe s'di se ta kap tamam. Por që sa është ngritur. La la la.